Shenja të horoskopit që njerëzit dëshirojnë t'i kenë gjithmonë pranvetes. Ata kanë një qetësi, ngrohtësi dhe një prani që nuk kërkon vëmendje, por të gjithë e vën re. Ata nuk janë këmbgulës, nuk janë të zhurmshëm, por forca e tyre, butë, stabiliteti i shëndetshëm dhe vendosmëria i bëjnë ata llojin e njerëzve që të gjithë duan në rrethin e tyre, por cilët janë ato? Demi është një person tek i cili mund të mbështetemi, qetësia e tyre vepron si një spirancë kur gjithçka tjetër bëhet kaotike. Ata nuk hyjnë në konflikte pa arsye, gjithmonë mendojnë praktikisht dhe përpiqen të ruajnë paqen. Njerëzit i duan pranë sepse u ofrojnë një ndjenjë sigurie. Përveç kësaj, besnikëria dhe parashikueshmëria e tyre do të thotë se mund të mbështeteni tek ata në kohë të mira dhe të këqija. Peshorja sjell ekuilibër kudo që shfaqet, performanca e tyre për harmoninë dhe drejtësinë i bën ndërmjetës ideal në situata të tensionuara. Njerëzit i duan sepse janë të sinqertë, qetësues dhe rrallë lëndojnë dikë. Ata kanë dhuratën për ta bërë çdo person të dukshëm dhe të pranuar, pa pasur nevojë për konkurrencë. Afërsia e tyre shpesh shëron më shumë se sa e kuptojnë. Peshqit kanë një ngrohtësi dhe dhemshuri të natyrshme. Peshqit përreth tyre ndihen të kuptuar edhe kur nuk thonë asgjë. Peshqit nuk gjykojnë, nuk imponohen dhe nuk konkurrojnë. Ata thjesht dëgjojnë dhe hapin zemrën e tyre. Kjo është një inteligjencë emocionale qetë që i bën ata jashtëzakonisht të dëshirueshëm në çdo formë të marrëdhënies së ngushtë. Njerëzit ndihen të sigurt, të parë dhe të pranuar prej tyre.